A mund të themi për një ngritje të prestigjit ndërkombëtar të Shqipërisë, pra për një fuqizim të rolit ndërkombëtar të saj dhe pse jo rolit rajonal të saj pas këtij samiti? Mendoj që nuk ka dilemë, ju nuk e përmendët edhe procesin e Berlinit, I cili u mbajt po ashtu në Tiranë. Unë shaka u kam thënë përfaqësuesve Shqipërisë në linje edhe ne diçka se I morët gjitha organizimet më të larta I morët ju. Shqipëria për momentin është ylli I Ballkanit Perëndimor dhe nuk e them me krenari vetëm si shqiptar, e them edhe si një njeri I Ballkanit për shkak se ka ndryshuar imazhin e botës ndaj nesh si rajon. Për shkak se kur Shqipëria duket mirë, duket rajoni mirë, gjithandej, unë mund vetëm të përgëzoj dhe nuk kam asnjë dilemë. Nuk është zgjedhur Tirana për shkak afërsisë ose kushteve klimatike ose për çfarë do aspekti logjistik, është zgjedhur si mesazh I një politike e cila I jep shpresë gjithë rajonit.